Në shtëpinë Muze Dritoa Golli në Tiranë u promovua libri Forca e heshtur i studiueses Iris Balli Hajdinaj, botimi i shtëpisë botuese nacional, në një aktivitet me pjesëmarrjen e studiuesve, shkrimtarëve dhe personaliteteve të kulturës. Vepra trajton rolin e grave shqiptare në emigracion, duke sjellë një pasqyrë të ndjeshme mbi sfidat, sakrificat dhe forcën e tyre në shoqëri. Gjatë promovimit, botuesi Muj Buçpapaj e cilësoi librin si një dëshmi të fuqishme që shkon përtej emigracionit, duke theksuar kontributin e autores në ngritjen e zërit të grave shqiptare në diasporë. Edhe studiues dhe shkrimtar të tjerë vlerësuan librin për qasjen sociologjike, stilin dhe rëndësinë që sjell në trajtimin e kësaj teme. Autorja Iris Balli Hajdinaj u shpreh emocionuar për promovimin në këtë ambient simbolik, duke falenderuar të pranishmit dhe bashkëpunëtorët. Ajo theksoi se libri është një reflektim i përvojave të grave shqiptare në emigracion dhe një thirrje për më shumë vëmendje dhe fuqizim të tyre në shoqëri.